Franca ka vendosur të ndalojë pirjen e duhanit në të gjitha vendet publike, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt mbrojtjes së shëndetit publik. Vendimi do të hyjë në fuqi në datën 1 korrik dhe do të përfshijë plazhet, parqet, kopshtet publike, ambientet përreth shkollave, stacionet e autobusëve, si dhe hapësirat sportive. Duhani duhet ndalohet aty ku ka fëmijë, deklaroi ministri i Shëndetësisë dhe Familjes Catherine Vautrin. Liria për të pirë duhan përfundon aty ku nis e drejta e fëmijëve për të marrë frymë në ajër të pastër, shtoi ajo, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së ambienteve nga ndotja e duhanit. Megjithatë, ndalimi nuk do të përfshijë zonat e jashtme të kafeneve dhe bareve, të njohura si terraca. Çdo shkelje e këtij rregulli do të ndëshkohet me një gjop prej 135 eurosh. Cigaret elektronike aktualisht përjashtohen nga ky ndalim, por ministria bëri të ditur se janë në shqyrtim të kufizimeve të reja për sasinë e nikotinës që do të përmbajnë. Sipas të dhënave nga Qendra Franceze për Monitorimin e Drograve dhe Varësisë, vetëm 23.1% e francezëve konsumojnë duhan çdo ditë, niveli më i ulët i regjistruar ndonjëherë, duke shënuar një rënje me mbi 5 pikë përqindje që nga viti 2014. Komiteti Kombëtar kundër duhanpirjes raporton se mbi 75.000 persona humbin jetën çdo vit në Francë nga sëmundje që lidhen me duhanin. Ndërkohë, ndalimi i pirjes së duhanit në hapësirat e brendshme publike, si resorte dhe klube nate, është në fuqi që nga viti 2008.